Pas një muaj, fushat elektorale Shqipëria sot është në heshtje zgjedhore, ndërsa të dielën 11 maj qytetarët janë thirrur në votime për të vendosur se kush do t'i qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Odi zgjedhore i Republikës së Shqipërisë në nenin 77 përcakton qartë periudhën e heshtjes zgjedhore dhe kufizimet që lidhen me të. Sipas nenit, dita para datës së zgjedhjeve dhe dita e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit formojnë periudhën e heshtjes zgjedhore. Gjatë kësaj periudhe ndalohet çdo aktivitet fushate zgjedhore, përfshirë zhvillimin e mitingjeve, aktiviteteve të tjera zgjedhore dhe shpërndarjen e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore. Për ato që shkelin këtë dispozit, Kodi zgjedhor parashikon sanksione financiare. Në nenin 174 përcaktohet se subjektet zgjedhore që thyejnë heshtjen zgjedhore mund të gjobiten nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me një shumë prej 500.000 lekësh, po ashtu mediat që shkelin këtë rregull mund të gjobiten. Këto masa synojnë të sigurojnë një proces zgjedhor të ndershëm dhe të paanshëm, duke garantuar që zgjedhësit të kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre pa ndikim të jashtëm në periudhën e heshtjes zgjedhore. Brenda dhe jashtë Shqipërisë në zgjedhjet e 11 maj 2025 të drejtë vote kanë 3.713.761 shtetas shqiptar, me të cilët 114.642 votojnë për herë të parë. Për herë të parë në këto zgjedhje voton dhe diaspora. Ky proces realizohet përmes postës. Vota e emigrantëve do të numërohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të llogaritet sikur qytetari të kishte votuar në qarkun, po ai banonte në Shqipëri. Ky proces ka shkaktuar reagime të shumta për shkak se ka pasur pakënaqësi nga partitë politike, të cilat e kanë akuzuar KQZ-n për parregullsi, si për shembull se zarfi ka mbërritur pa fletë votimi apo që nuk ka shkuar në adresë. Në garën e 11 majit janë 11 parti politike: Koalicioni Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Partia Lëvizja Bashk, Lëvizja Dheu, Koalicioni Euroatlantik, Partia Socialiste, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, Aleanca Kombëtare Shqiptare, Aleanca Demokracia e Re, Koalicioni Djathtas për Zhvillimin, Partia Mundësia dhe Partia Social Demokrate.